ka prekje interesash geopolitike, më të gjëra. Ne kemi të cënuar sigurinë jo vetëm Shtetet e Bashkuara siç ata kanë theksuar, por edhe aleancës së NATO-n. Pse? Ne kemi një karrike aty si antar kësaj aleance. Dhe në karriken e Shqipërisë si antar të aleancës NATO ka akses mafia. Sepse ky individ që është përfaqësues teorik aty, praktikisht është i kapur në mënyrë të tillë nga kartelet e drogës tashmë shpallur organizata terroriste. Pra terrorizmi dhe mafia kanë aksione në karrikën shqiptare në aleancën e NATO-s. Dhe kjo është një alarm shumë serioz dhe unë jam i bindur që ato 6 muaj që tha me drejt Brizi do shohim edhe Ramën të panderë. Ky individ do merret i panderë, mund të jetë kryeministri i parë dhe vetëm i deri tani që merret i panderë në detyrë. Fakti që Ambasada Amerikane sot bëri njoftimin se mekanizmi i filtrimit të investimeve strategjike në Shqipëri, PKP dhe kontratave publike, edhe për Ballukun, edhe për Ramën, patjetër, e ka nisur për Ballukun, u bë me dije, e lë qartësisht të kuptohet se ky vend është bërë një han me dy porta dhe ka nevojë të kontrollohet. Ajo që ne vazhdimisht thoshim, pasuria e shqiptarëve e vën në dispozicion të një mega lavatriçe të madhe për pastrimin e parave, për të glabëruar. Edhe vajtën Katar, kur përmendëm me drejt ju për tenderin për të Smart City. Ai 140 milionë euro. Por edhe tender tjetër për Porto Romanë është një 400 milionë euro që po vërtitet atje. Un kam përshtypjen se Rama po nxiton ti bëj këto tendera sepse do të përdor dhe finet e tyre për lobingje, pikërisht në rrethimin që e ka gjetur për çfarë rrethimin. Pra është një tjetër përpjekje kriminale dhe korrupsioni për të marrë të tjera para që i duan, se ndoshta ata që kanë strehuar ndërkohë offshore dhe adresa të tjera janë në mbikëqyrje të këtyre hetuesve ndërkombëtar dhe i duan të tjerë para. Prit, Juli, përpara se të vijosh, sepse në fakt jehona e kësaj gjëje ka një të drejtë, Basiri tashmë është e njohur. Unë kujtoj rezoluta me radhë që kanë ardhur edhe nga Partitë Popullore Europiane, nga